Nata e madhe e Regaibit. Thirrje për kthim dhe shpresë. Nata e madhe e Regaibit është një nga netët më të bekuara në kalendarin islam. Një natë që mbart në vete dritë, shpresë dhe mëshirë të pakufishme nga Allahu i madhëruar. Ajo vjen në muajin e bekuar Rexhep, muaj i veçantë dhe i shenjtë, që shënon fillimin e përgatitjes shpirtërore për muajin e madh të Ramazanit. Në këtë natë, zemrat e besimtarëve zgjojnë vetdijen dhe shpirtin, ndjejnë nevojën për të kthyer tek Krijuesi. Fjala Regaib do të thotë dhurata të shumta dhe begati të mëdha. Kjo natë është simbol i mëshirës hyjnore, ku lutjet dëgjohen, pendimi pranohet dhe shpresa ringjallet. Besimtari që e pret këtë natë me sinqeritet dhe përkushtim, e ndjen qetësinë që zbret në zemër dhe lidhjen e fortë me Allahun, Krijuesin fuqiplot. Nata e Regaibit është kohë reflektimi. Është momenti kur njeriu ndalet dhe pyet veten për jetën e tij, për veprat që ka bërë dhe për rrugën që ka zgjedhur. Gabimet e së kaluarës, mëkatet e bëra dhe premtimet e pambajtura dalin para ndërgjegjes. Por kjo natë nuk vjen për të na frikësuar, ajo vjen për të na kujtuar se dera e pendimit është gjithmonë e hapur. Allahu i madhëruar është falës dhe mëshirëplot. Ai nuk i mbyll dyert e tij para atyre që kthehen me zemër të sinqertë. Edhe nëse mëkatet janë të shumta, mëshira e tij është më e madhe se çdo gabim. Nata e Regaibit është një mundësi e artë për të kërkuar falje, për të pastruar zemrën dhe për të nisur një faqe të re në jetë. Në këtë natë të bekuar, besimtari inkurajohet të falë namaz, të lexojë Kur'an, të bëjë lutje për veten, familjen dhe gjithë umetin islam. Është gjithashtu një natë për të falur ata që na kanë lënduar, sepse falja sjell qetësi dhe çlirim shpirtëror. Zemra që fal afrohet më shumë me Allah. Nata e Regaibit na mëson se shpresa nuk humbet kurrë. Sado larg të ndihet njeriu nga Zoti, një hap i sinqert drejt tij mjafton për ta ndryshuar jetën. Kjo natë është thirrje për kthim, për përmirësim dhe për besim të plotë në mëshirën hyjnore. Le ta shfrytëzojmë natën e madhe të Regaibit si një dhuratë të çmuar. Le ta mbushim me lutje, pendim dhe shpresë. Ndoshta pikërisht kjo natë do të jetë fillimi i një jete më të pastër, më të qetë dhe më të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Andaj këta muaj të bekuar kanë dhe netet e mëdha, që janë trokitje për të na treguar se po i afrohemi një muaj të madh dhe një natë të madhe siç është nata e Kadrit. Andaj ne kemi hyrë në këta 3 muaj, ku në këta 3 muaj pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij luteshin Allahumma berik pra na bëj të bereqetshëm Rexhepin, Shabanin, wa belik Ramadan dhe na mundëso pra që ta përjetojmë dhe t'i marrim frytet e muajit të Ramazanit. Andaj Zoti i Madhreshëm na jep bereqet në këtë muaj Rexhep, që është muaji i mbjelljes së fryteve. Shabani është muaji pra tjetër i radhës që vjen, pastaj Ramazani është korrja e fryteve, të këtyre fryteve që ne i mbjellim. Andaj në këtë muaj Rexhep është e preferuar shtimi i sadakas, i istighfarit, astaghfirullah. Kuptohet çdo agjerim që bëhet është shpërblim prej Zotit, është mirësi, është falënderim ndaj Krijuesit, është ibadet. Prandaj çdo vepër që e bëni, agjerim, nafile, namaz vullnetar, sadaka, largim pengesë nga rruga, ushqimi të jetimëve, të varfërve, nevojtarëve, kështu me radhë, çdo vepër që e bëni ka peshë jashtëzakonisht të madhe në këtë natë të madhe të Regaibit, në këtë muaj të bekuar Rexhep, që pason me muajin Shaban dhe Ramazan. Këta 3 muaj janë muaj të bekuar dhe ne duhet t'i shumëfishojmë më shumë, pra t'i shumëfishojmë veprat tona, leximin e Kuranit, lutjen, duan për ne, për prindërit tanë e kështu me radhë. Zoti ua pranoft lutjet, Allahu ju begatoft me mirësitë e tij.